shqiptarët duhet të kishin një rol sa më bashkëpunues, koordinues, unifikues, inkurajues ndaj shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, por atyre që janë pakicë në Malë të Zi në Serbi. Por sjellja e zotit Kurti ka qenë harbute, ka pasur 2 kandidatë të vetë. Njëjta sjellje e papërgjeshme dhe qesharake ka qenë në Republikën e Shqipërisë në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ku formoi një deg të partisë, e ndërkohë që Kosova ende s'kishte vaksina gjatë Covidit e pandemisë, zoti Kurti vinte me eskortën e tij dhe bënte fushat nga mashkullora e Gjirokastës deri në fshatrat e Lezhës. Dhe kemi një situatë qesharake që uli përsërit në Maqedoni, ku zoti Kurti ndërhyri drejt për drejt, përdori gjithë infrastrukturën e partisë së tij, madje edhe mjetet diplomatike, po themi si që u vu në shërbim për të mobilizuar vota të shqiptarëve Maqedonisë në diasporë. Dhe kishte edhe kandidatë e tij, pra njerëz që kanë punuar për të si këshilltar që ishin të promovuar për të si kandidat. Pra kjo është një sjellje e jashtëzakonshme, në kuptimin që është shumë e rëndë edhe me zoti Rama nga ana tjetër është një flagrant. Por zoti Rama padyshim që edhe në këtë aspekt nuk ka bërë një veprim të hijshëm që nuk i ka takuar për shqiptarët e përfaqësuar të tjerë, dhe zoti Rama si takonte që të bënte kontrastin, dhe kontrasti bëhet jo duke replikuar ose duke u sjell njësoj ose më keq se tjetri, por kontrasti bëhet duke fituar përsi morale edhe duke takuar të gjithë dhe duke luajtur një rol të përgjegjshëm si shteti i am, ku pavarësisht inateve personale, për hir të detyrës, për të qenë në lartësi të detyrës dhe për përgjegjësinë kombëtare dhe atributet që t'i jep shteti, do duhet të sillej në mënyrë të përgjegjshme nga gjitha palët. Padyshim që aty ka arsye për pasur preferenca personale. Unë personalisht jam një fanës edhe mbështetës i BTI-s dhe jam përpjekur të ndihmoj kur dhe sa herë kam mundur, por kjo padyshim nuk më pengon që të them që duhet të respektojnë institucionet, duhet të respektohet vullneti i qytetarëve shqiptarë që kanë votuar dhe duhet të trajtuar të gjithë, aq më tepër që ata sot janë në institucione shtetërore dhe janë pjesë e koalicionit qeverisës, dhe për këtë arsye është e rëndësishme që ata trajtohen me dignitet dhe me respekt, sepse në fundit raporti me ta ndikon në raportin mes dy shteteve, dhe për Shqipërinë është e rëndësishme që të ketë marrëdhënie sa më të mira me fqinjet, aq më tepër që kjo është edhe parakushtet për hyrjen në Bashkimin Evropian, por edhe parakushtet për zhvillim ekonomik dhe për të nxitur dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së shqiptarëve brenda Maqedonisë. Mungesa e Vučić ka ndonjë domethënie në këtë samit? Po kam përshtypjen që ka të bëjë shumë me situatën e brendshme, me vazhdimin e madh të protestave, me faktin që po të ishte Vučić aty, ai mund të bërë sebet diskutimesh, mund të bërë po themi epicentër edhe kritikash, sepse u pa për shembull që ishte prezenca e Kurtit aty, po shërbeu si burim kritikash. Nëse komisionere për zgjerim lavdëroi përpjekjet e Republikës së Shqipërisë, madje përmendi që për shkak punës së mirë që po bën mund të hapen edhe grup kapitujt e tjerë. Në rastin e Kosovës dhe të Bosnjës, e ritheksoi që kërkohet shumë angazhim për këtyre dy shteteve dhe kërkohet nga Kosova që të tejkaloj agresivitetin e retorikës dhe sjelljes populiste dhe të vërë në jetë obligimet e marra, angazhimet e marra në mënyrë që të zhbllokojë procesin e integrimit dhe t'i afrohet vendeve të tjera që tashmë kanë ecur shumë përpara. Dhe të zhbllokojë situatën edhe të fondeve, të cilat kanë një kosto shumë të madhe për Kosovën, këto fonde, duke ditur parasysh jo vetëm nuk është çështje vetëm vlerash, është çështje çfarë sillin të fonde. Sepse një pjesë e mirë e institucioneve të Kosovës tradicionalisht, dhe unë e them këtë nga provoja personale si njëri që kam punuar në ato institucione shumë vite, dhe kam qenë aty që kur shpall pavarësia, pra kam punuar aty që në 2007-2008, mund të them që asistenca teknike e partnerëve ndërkombëtar është jashtëzakonisht vendimtare në funksionalitetin e shtetit tonë të Kosovës, pra. Dhe në këtë aspekt kjo ndihmë dhe zvaritja e miratimit të marrëveshjeve ekzistuese, pra fonde që tashmë janë ndarë për Kosovën, por që po zvariten si pasojë mospasjes si një kuvendi funksional. Dhe së dyti, të qenurit të sankcionuar bashkë me Bielorusinë dhe Rusinë, që na privon neve nga fondet e reja, është një kosto shumë e madhe për Kosovën. Domethënë është e pallogaritshme kostoja që ka për ekonominë, për degrajimin e investimeve drejt për drejt të huaja, për rritjen e frymës së pesimizmit në Kosovë dhe nxitjen e emigracionit masiv etj. E qartë. Ju falenderoj shumë që ishit na dy CNN për këtë bisedë. Faleminderit Bruna, gjithmonë kënaqësi.